Përshëndetje miq të dashur. Shkojnë me vendin e Rodhës pa emën. Po ja bojmë sikur PDK-ja, që don president, po s'ka emën. Unë kam emrin, po s'u du me dhon. Kështu që emrin e zbulojnë së bashku. Shkojnë me të dëgjojmë, ju lutem. Po në për televizione veç han, lap, edhe ku që s'bën. Shkojnë me që. Ndjenja e fajit që ka opozita, po e detyron ato me u nënshtru përballë Kurtit. Sot ja kanë votuar ligjin që është për konfiskimin e pasurisë. Ligj I cili 2 herë të paktën është rrëzuar nga gjykata kushtetuese si antikushtetues. Duke u nin faj dhe duke menduar që këtë faj e heqin, duke ja mbështetur. Po pse mos e votu? Çka ki kundër kësaj ti? Mos valla kimi se mas veshë. Mos e kuptoj, kur je I poç, unë e votoj. Kështu që s'ka problem. Ligjin, një personi që këta e quajnë autoritar, që është Kurti për shembull, këta sot e kanë votuar ligj dhe I kanë marrë mbi 80 vota për ligji, I cili është ligj për me shantazhu kundërshtarët politik. Dhe këta kanë vendosur me votu për dhe me abstenu, sepse po mendojnë që duke u sill kështu, I bindin qytetarët e Kosovës që këta nuk janë të fajshëm dhe këta nuk tuten te ligji. Po nuk janë, shumë e vërtetë kjo, që këta nuk janë të fajshëm. Absolut. A bojnë gabime? Absolut që bojnë. Pa gabime, o mulliqaj, veç Zotë ati ko shumë falesht. Edhe Albin Kurti kur orë ka thonë qëre, gabime mund me bo dhe na. Po jo gabime me vjedh, jo gabime në domë shtetit. Gabime të vogla bojme dhe na. Gabime bëjë edhe në, por na kime thmi. I për tas pa pse jem nervozë, se I diqka, se pa marë pas e veç me mora kështu, si shemë. Amo, jo me vedije. Jo me që poshtë Kosovë, nëse në me që nervozona këto, me që mi rathë, bum, ja, jo. Këto s'jën gabime. Gabime të vogla se s'ka njerin bo që s'bon. Prefekt është veç I lumi Zot. E ti me dalë këto me thonë, bala. Meq, ma mirë pelon me kaq, Zot I rrugë ati ku jeni, e mirë pashë vitë Rodhës.